Përshëndetje Mimi. Përshëndetje Ertan. Mirë se erdhe. Sot jemi në ditën e fundit të këtij viti që po lëm pas, këtij viti problematik. Shpresoj që 2021 të jetë sa më i mbar për ne. Faleminderit Mimi, gjithashtu. Pano të them të drejtën, që kemi sinqert me pjesën e viteve nuk shquhem për arsye memorie, kështu që nuk mund të them vitet, por është shumë e lashtë, normalisht. Për këto gjëra, normalisht do të flasë një historian ose persona që kanë një ori më tepër, por unë nuk kam informacion të sakt. Përshëndetje Ilir. Përshëndetje gjithë shqiptarët të cilët ndodhen në Athinë. Leonard Mirëmbrëma, mirë se erdhe miku im. Faleminderit Mimi. Xhaxhi. Nuk e di. Okej. Faleminderit. Arm, përshëndetje. Sulo, faleminderit. Respekt e panu. Faleminderit Klajdi, përshëndes. Kalofsh gëzuar. Angelo, mirëmbrëma. Faleminderit Mimi, faleminderit shumë. E vlerësoj gjithsesi. Për gjithë miqtë e rinj që sapo janë futur në live stream, ju njoftoj që jam në qytetin e Elbasanit, është vendlindja ime, kështu që këtë live stream të këtij fundviti vendosa ta bëj këtu në këtë qytet. Kush dëshiron mund ta shpërndaj linkun për patur sa më shumë audiencë. Audienca është motiv për punën që do bëj, kështu që kush dëshiron mund t'i bëj share. Sigurisht Angelo, e padiskutueshme kjo gjë.
përshëndes. Mirë se erdhe. Po, Sulo, faleminderit. Antipatre, mirë se erdhe. Elbasani, qyteti i luleve, më sakt. Elbasani me njerëz mikpritës, njerëz dashamirës. Elbasani ditës verës. Ka shumë epitete për të vendosur për Elbasanin. Shpresoj që live streami të shikohet sa më pastër. Angelo nuk e di, sepse nuk punoj në institucione, kështu që nuk kam informacion për projektet e radhës. Do dëshiroja shumë që projekti i radhës për mua personalisht mendoj që Elbasani duhet një unazë e madhe, si ta them, sepse trafiku në hyrje të qytetit është bërë shumë problematik, sidomos nga pjesa e Bradasheshit. Dhe deri në daljet e Elbasanit është një trafik shumë i rënduar, sidomos në periudha festësh. Është lançuar që të bëhet një projekt. Në sakt mendoj se do fillojë shumë shpejt ose ndoshta ka filluar, nuk e di. Është një projekt për ta bërë pjesën e periferisë së qytetit, pjesën e Unazës. Gjithsesi të shohim. Mendoj se duhet ishte bërë, sepse ka qenë ky projekt në parë. Shpresoj që të realizohet. Dhe është shumë frymëmarrje për trafikun. Pra siç shikoni, këtu kemi hotelin Skampa, turizmin, si themi ne. Kemi parkun e ri që është bërë aty. Dhe preferoja të futesha pak. Kanionet e Sumit kam bërë edhe repli në koment. I ke kanionet e Sumit, shkruaj aty kanionet e Sumit Albert Vaja dhe do të dalin pamjet që kam bërë aty. Po mimi është pak ftohtë, është pak freskët. Duke llogaritur që është dhjetor. Jo, nuk fryn as pak në krasta. Aktualisht nuk fryn fare, por temperatura është pak e ulët, gjithsesi. Po duke llogaritur pjesën e muajit që jemi aktual, mendoj se është temperatura ngrohtë. Flas për pjesën e muajit që gjendemi në këtë moment.
Po, bos, përshëndes. Krasta, ti na sjell erën neve? Mimi Durrësit do të bëhet shumë shpejt. Tu kemi kryqëzimin e një majt. Tu fillon kalaja e Elbasanit, edhe vazhdon deri tutje. Syra për momentin jo, sepse shtigjet janë mbyllur, dhe ato e kufit janë mbyllur, kështu që shpresoj në të ardhmen ndoshta po. Hajër Pepe, faleminderit. Ky urim shkon për të gjithë shqiptarët ku do ndodhen. Jelanda Topalli, faleminderit, gjithashtu një vit i mbar edhe për ju. Pra, Elbasani. Këtu fillon kalaja, është shumë e gjatë, thënë të drejtën, distancën me metra nuk e di, por përfundon diku atje. Gëzuar Adriatik. Po, jam në kënd. Po, pa tjetër pse jo, dhe ishte bukur. I kam disa pamje fatikisht kur isha para disa muajsh, shumë pak afër pandemisë, isha në Paris, i kam disa pamje, por nuk i kam hedhur ato ende. Daniel Shehu, mi se erdhe.
Stacioni i trenit është diku poshtë. Këtu jemi në qendër. Këtu është Hotel Skampa, e cila është në qendër të Elbasanit. Gëzuar dashamirë. Syro Elbasani ndryshon jo nga Korça, po nga të gjitha qytetet e Shqipërisë. Ka një vendosje tjetër të ndërtesave. Është ndryshe planimetria e vendosjes qytetit, kështu që nuk ka ngjashmëri fare. Linda, se erdhe. Po i vendos gjitha chatet online. Pak më parë ishin 2 persona që bënë komente, jo se të bënë komente negative, por nuk ishin shumë. Kështu që çdo koment jo i sakt do të bllokohet direkt. Ai person nuk do arrit të komentojë më kurrë në faqen time. Zbukurimet, po. Tani do t'ju shfaq zbukurimet, shpresoj që t'ju pëlqejnë. Tu kemi një pistë patinazhi të improvisuar. Për ata që sapo kanë hyrë në live stream, jam në qytetin e Elbasanit. Kjo është pema e vitit të ri. Shpresoj që live streami shikohet pastër. Fatkeqësisht sonte këtu nuk do ketë festime pas orës 20:30 për arsye të masave të vendosura nga qeveria, kështu që besoj deri në orën 20, maksimum 20:30 do lejohen njerëzit ose do jenë njerëzit në qarkullim, kështu që pas kësaj ore gjithë do të festojnë në familjet e tyre. Kemi dekorin e festave të fundvitit.
improvizuara hadash. Kemi shumë lodra këtu të vendosura për fëmijët, ku fëmijët argëtohen. Shpresoj që muzika mos më bllokojë live streamin, sepse është një muzikë me copyright, kështu që shpresoj që mos më ndërpritet live streamin. Kemi shumë lodra këtë vit vendosura këtu në qytet. Kemi një varr të improvizuar. Tani do doja të shfaqja ikonën e qytetit. Kulla e Sahatit, një ndër më të bukurat mendoj në Shqipëri, pas asaj të Tiranës ndoshta, por unë vlerësoj këtë kullë. Pra kjo është kulla e Sahatit e Elbasanit. E ngjyrosur dhe ndriçuar plot drita. Si mendoni për zbukurimet? Fakti si lejohet qarkullimi i automjeteve në këtë orë. Ja, ku kemi edhe orën e cila vajti e Sfix. Pra, Sahati ra 5 herë. Është kulla e Sahatit të Elbasanit është një ndër më të bukurat në Shqipëri. E po, jeni një orë para ju, Angela. Do doja ta përshkruaj gjithë këtë pjesën e bulevardit deri tek stadiumi dhe do kthehem sërish për të ardhur sërish në qendër. Lëvizja është deri në orën 20:30. Me linda. Tash do duhet pastroj pak kamerën 2 sekonda dhe ju lutem. Avojt ndikojnë deri diku. Do më falni. Atje është Teatri Skampa. Do preferoj të bëj një pamje aty nga lart, sepse duket shumë bukur pjesa bulevardit. Shpresoj të jetë hapur dera tek ambienti i biznesit që ndodhet këtu. Qeva e mbyllur, kështu që nuk mund të futen dot.
Kjo ishte një pamje shumë e bukur nga sipër aty, por biznesi që ka mbyllur. Këtu kemi teatrit Skamba. Përshëndetje Gjermania. Do të bëj një pamje këtu. Hamdi Sinan'ın babası. Böyle tehdit ediyor ya. Faleminderit Denis. Përshëndes nga Elbasani. Po, Antivatreja ishin 3 persona. Mendoj se ato punojnë te Kurumi. Te Kurumi ka shumë turq që punojnë aty. Janë sipërmarrës ato te Kurumi. Sergio, përshëndes gjithashtu, gëzuar edhe për ju. Nuk e di në vendet europiane deri çfarë ore mund të lëvizet në shtetet ndryshme. Nëse bëni koment dhe ishte bukur të kuptonim
Vetëm ne kemi orarin 20:30 apo ka dhe të tjerë? Sepse këtu në orën 20:30 nuk du të qarkulloj askush përveç shërbimi mjekësor, gazetarëve, ndoshta edhe bizneset caktuara. Edhe shofera që fute me të kuqe. Edhe Greqia 8:30. Në Itali ora 22. Në Itali më duket se është ndarë me zona. Në zona e veriut më duket se ka orare të tjera, në të kufizuar akoma. Turqi ora 9 e darkës. Këtu kemi një improvizim klasik të telefon, e cila gjendet në Angli. Një gjetje ideale kjo vendosur në evidencë këtu që kemi i cili shet celular. Gjendje ideale këtij zotërisë që ka biznesin këtu, si ka vendosur këtë objektin. Po Angelo, besoj në Shqipëri 20:30 me orën 5 ose 6 të mëngjesit, mos gaboj. Shpresoj që në muajt vazhdim të eliminohet kjo, të shpëtojë bota nga ky virus aq i rrezikshëm. Edhe besoj se në mars, mendim personal ty, në mars, shpresoj që këto kufizime nuk do jenë. Jo, nuk ka filluar akoma vaksina. Sipas kryeministrit, shpresoj që të fillohet në janar. Mos gaboj, është arritur një marrëveshje me Pfizer, kështu që shpresoj që në janar të fillojë. Shpresoj që vaksina të jetë zgjidhja më e mirë dhe besoj se ajo do ta shpëtojë këtë të keqe, do ta shpëtojë ne nga kjo e keqe. Tani jemi tek sheshi Kozmanaska.
doja të futesh pak këtu. Të rrugë disa kamionje këtu. E njëjta gjë që është në gjithë rrethet shqiptare, në gjithë qytetet shqiptare. Ka Shatrivan, Shatrivani, Flegjum. Ja u kemi Shatrivan, i bërë, i rregulluar, ujsa. Panu, i farfër nuk e di. Tashi kudo ka të varfër, por mendoj se është një qytet mesatar. Shumë nga Elbasani janë në migracion. Elbasani ka shumë qytetarë të cilët emigrojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Por mendoj se me të varfëra janë qytetat. Për shembull, do të thekthoja Gramshin, Cerrikun, Rrenjasin, flas për qytetat që njoh unë. Derisa jetoj këtu afër, sepse të tilla ka në gjithë Shqipërinë. Në një qytet ku nuk ka lëvizje të biznesit, nuk ka investime, nuk ka punë, kështu që në këto qyteza nuk ka shumë biznes. Nuk ka fabrika, si të them, nuk ka prodhimtari. Tani po afrohem drejt stadiumit Elbasan Arena. Pak trafik, po trafik i cili lëviz, kështu që
Janë 130 persona që na ndjekin live. Do dohet me shkruanit nga cili rreth i Shqipërisë jeni. Jam kurioz për këtë pjesë. A janë të gjithë nga Elbasani këtu në chat në live stream. Po në Hollandë si është situata syre? Në përmeti. Përmeti i Leverbariut. Në përmet, në pranverë, kam kalifikuar të shkoj aty. Respekt e rezi. Atëherë, ky është stadiumi Elbasan Arena. Kemi një mbështrim për vitin 2021 këtu me drita. Elton, përshëndetje. Përshëndetje Gjermania. Përshëndetje dhe Malakastos. Po Adriatik në Elbasani. Panu në gram që nuk munda do të shkoj. Ndjes për dalje nga fjala, por nuk arrita dot. Donë në shkollë, nuk bëjt i shkollë, kam në pjesë. Vje me starë. Buz Bulevardit ndodhen bizneset ndryshme. Doja që të tregoja këtë pamje.
Nësa di unë ka patur ndërhyrjen fasada, sepse këto fasada kanë qenë skandal, kështu që është bërë një ndërhyrje aty. Nuk e di sa persona në ndjekin nga Elbasani, por do doja të më shkruani nëse shikoni shumë ndryshime nga rrugët e Elbasanit, apo janë të njëjta siç i keni lënë kur keni ikur në emigracion. Në Elbasan këtë vit nuk pati festime të ditës së verës për arsye të pandemisë, si rrallë më parë, qytetit e Elbasanit nuk arriti të festonte këto festa. Shpresoj që viti i ardhshëm të jetë ndryshe nga ky vit që vëlem pas, i cili ishte vit shumë problematik si për qytetarët tanë të Shqipërisë, por edhe mbar botës. Kështu që shpresoj që viti që po vjen të jetë sa më i mbarë për të gjithë, të jetë me fat për të gjithë familjet shqiptare, sepse ky virus ka bllokuar gjithçka. Dhe uroj që viti vjen të gjejë mirë të gjithëve në familjet tuaja, kudo në punë dhe me shëndet. Unë ju uroj fat të gjithëve. Adriatik baret janë të hapura, të gjitha. Siç e shikoni, baret janë plot. Ku kemi dhe një dekor që unë doja ta shfaqja. Është ndër më të veçantit këtu në Elbasan. Pra po thojë që baret janë të hapura, përveç orarit, i cili është vendosur pra në orën 20:30 duhet të jetë mbyllur gjithçka. Pasemi derë të mbyllur. Tu është rruga e bulevardit, po dera që ka mbyllur. Nuk e di pse. Siç duket aty ka një party, a nuk e di. Shpresoj që atë derë hapet, sepse është pjesë e bulevardit. Sepse nëse do mbyllet ajo, i bie të mbyllen gjithë dyert e lokaleve të tjera me radhë, siç është bërë edhe tek një rrugë tjetër në qytet. Bizneset private kanë dekoruar ose kanë arreduar vendodhjet e tyre, siç është bërë edhe tek ky biznes këtu.
Pra ndodhemi në bulevardin e qytetit të Elbasanit. Se shohim nga pamjet, baret janë plot. Kemi një mbipopullim të bareve, të disa bareve, kuptohet, të bareve që janë më luksos. Shumë këtu, se shini, është bosh, plus që këtu është edhe jashtë, ambjenti jashtë, në është pak freskët. Adriatik, mirë se të vish. Është një qytet i mrekullueshëm. Një qytet të tradita, ka njerëz shumë bujar, mikpritës. Sugjerohet të vish për ditë vere, nëse nuk do kemi problematikën e pandemisë, edhe do shikosh sa bukur festohet këtu. Tu ka disa restorante, por varet nga preferencat personale pastaj. Ka restorante peshku, ka që gatuajnë ushqime të ndryshme tradicionale. Ka shumë, nuk mund t'i veçoj dot, është e pamundur për mua që ta bëj këtë përcaktim. Elbasani quhet për gatime tradicionale, kështu që ka plot restorante të tilla. Tashmë do afrohemi sërish qendrës. Mendoj se aty do të ketë shumë qytetarë të ndryshëm, të cilët kanë dalë për festime, sepse siç dihet, në orën 20:30 qarkullimi ndalohet, kështu që pas asaj fasha orare nuk mund të lëvizet.
Qyteti i Elbasanit është i qetë dhe nuk ka problem trafiku siç ka Tirana ose ndonjë qytet tjetër. Trafiku këtu nuk është problematik. Siç e shikoni, jemi në kryqëzimin më të rëndësishëm të qytetit. Edhe nuk ka trafik fare. Elbasanit i mungon vetëm pjesa Unazës, e cila duhet bërë sa më parë. Ajo do të ishte një frymëmarrje shumë e madhe për gjithë personat të cilët lëvizin me automjete. Sonte pas kemi pak persona në live stream, siç duket të gjithë kanë dalë për të festuar, janë në lëvizje, kështu që e më kuptoj. Syra, të përshëndes, faleminderit që qëndrove gati 60 minuta live këtu me ne. Respekte dhe kalosh gëzuar. I qeken punë. Unë pas e të moroj live streamin, jam i lirë. Përshëndetje. Kalosh të bukur. Tani shikoj që kamera ka nevoj pak për pastrim, se avujt bëjnë vetën, kështu që do duhet pastroj pak kamerën. Dohet të një pamje të sikur, sepse pjesa e bulevardit duket shumë bukur aty. Shikoj që dera është një person aty, mund t'i marrë leje. Kështu që dohet të shkoja sipër. E hapitshme që trafiku nuk është ndalur këtu në bulevard. Të nuk shoj një rigje se si unë të bëj një. Lutem, mund të filmojt pak fare këtu lart? Faleminderit. Faleminderit për zonjushën që më levi të gjithë sipër. Të pami doja të tregoja, ndoshta figura nuk duket shumë e qartë, sepse ka shumë reflekse nga dritat.
kemi Elbasanin, Kulla Sahatit, hotel turizmi. Kemi xhamin e re e cila po ndërtohet, është akoma në ndërtim. Këtu kemi edhe Sahatin. Pra miq, ju përshëndes nga Elbasani, do të qëndrojmë bashkë edhe për disa minuta. Shpresoj që video t'ju pëlqej. Jam live. Shikoni pamjet. Ju uroj të gjithë gëzuar vitin e ri, edhe kalofshi gëzuar me familjen tuaj, me personat tuaj të dashur. Ju përshëndes, një vit të mbar, një vit plot suksese dhe begati. Është pak freskët këtu, por shi nuk ka fatmirësisht. Kjo është gjëja më e bukur. Tek zona mbrapa këtu kemi të gjitha objektet, cilat janë shtëpia një katësh ose dy katëshe tipike elbasanase, por unë jam pak ullët këtu dhe nuk më lejon objekti këtu që ti shfaq. Gjithsesi keni në video të tjera që unë kam bërë për Elbasanin. Tani unë po zbres poshtë. Do lëviz sërish tek pjesa e qendrës aty. Ju kem pjesë për lëvizjet pak të shpejta. Por tani do të lëviz, do të zbres. Mirë mbrëma, gëzuar Valentina. Po, Elbasani është qytet i madh. Mos gaboj, është qyteti i tretë në Shqipëri. Është Tirana, Fieri, sipas popullsisë. Mos gaboj. Pastaj Elbasani me Durrësin nuk e di, po më duket se është Elbasani me numër më të madh. Kemi shumë qytetarë të cilët kanë dalë festuar shesh. Nuk është shumë periudhë përshtatshme ose kohë përshtatshme kjo prej pandemisë. Qytetarët nuk mungojnë. Martin, welcome. Se erdhe. Pasim edhe fans bulgarë këtu. Dhe qefi. Në si, u shikoj edhe komente në persona cilët nuk janë shqiptarë, por i pëlqejnë pamjet e qyteteve tona. YouTube channel? Jo, la. Elbasani i zbukuruar totalisht deri tek pjesa e stadiumit, në të dyja anët e bulevardit. Që shohim ka shumë njerëz cilët kanë dalë për të festuar.
gjithë nga qyteti e Elbasanit. Si që shohim edhe nga pamjet, shumë njerëz nuk i respektojnë qytetin ku masat janë maskuar disa. Mendoj që shumica është e pamaskuar. Pa maska, maskuar. Pa maska do e thoja. Por është diçka personale kjo. Gjithkush mund të bëjë ç'të dojë, por rregullat e kërkojnë që përballë njëri tjetrit ne do të kemi maskën. Shikoj që këtu ka edhe qytetarë edhe trafik. Sonte trafiku këtu duhet devijuar sepse është rrugica tjetër që kalon në krahu i Majt, e cila shpeshherë devijohet ku ka festa këtu në qendër. Sonte nuk që ka bllokuar. Fatkeqësisht nuk që ka bllokuar. Këtu do duhet ishte e lirë pista sonte. Ka shumë qytetarë të cilët kanë dalë për festuar, ose video të ndryshme, pranë dekorave festive. Zore tonë dhe dhe njerëz që nuk i respektojnë fare masat, por si që shih nga pamjet, ata plus që nuk mbajnë distancim, por edhe përqafohen, vjen keq. Vërtet për këto pamje, por në kanalit tim YouTube unë kam filmuar natën qytetin e Firit, qytetin e Korçës. Dhe sonte po ju shfaq kemi Tiranën sigurisht me 3 video, jo me 1. Si mendoni ku ishin të bukura zbukurimet festive? Në Elbasan, Korçë apo Fier?
porta, sa për të laguar. By definition. Për sa i përket Adriatik, për sa i përket pjesëmarrjes, mendoj që në Korçë kishte shumë e më shumë njerëz se këtu. Ndoshta orari i vendosur, ndoshta edhe pak freskët, nuk e di. Ilia gëzuar miku im, një vit të mbarë të uroj ty, dhe të gjithë shqiptarëve që ndodhen në Greqi. Ilia, korespondenti i Top Channel në Afrin, Ilia Poçi, përshëndes. Orari tjetë në 20:30 mbyllet gjithçka, por për kuriozitet i mora informacion më të saktë edhe dy persona të cilët janë punonjës të rendit, kështu që tani unë do futëm pak të pjesa, do shkruaj pjesën e parkut. Aty. Ja ku kemi dhe kokoshka. Ka marrë malle për kokoshka, të e në kokoshkat që shquhen të në Elbasan. Mjek. Allora che ora ne matano. Se mos klika që më japën në klik. Se pas këndres sondreve? Treni? Po, e njëzë. Jo. Jo në kalamaj. Ojda. Ja dhe që ka duke të kalamaj të kryt. Gëzuar. Kalosh i bukur. Pra mi të mi jemi direkt nga qyteti Elbasanit, jam në qendër të tij. Tu kemi edhe dekorat festive që janë vendosur për festat e fundvitit dhe për Krishtlindjet sigurisht. Ju uroj të gjithë të gëzuar festat. Mini asfalt. Kemi një tren të improvizuar. Ka njerëz të më thanë, po furën pak të.
qodra ose objekti me i preferuar është ajo pjesa e varkës aty. Treni këtu. Ja, dhe shqeqerëtën. Hajde, pati. Ja u kemi edhe këtë trenin improvizuar. E përshëndes zotën për investimin e bërë, është vërtet fantastik, Japoni, shikoni, shumë bukur. Parë si fëmijë ka shumë pak. Fatkeqësisht, vetëm kjo drita këtu funksionon. Tjerat janë gjitha offline.
Si që shohim nga pamjet, kemi qytetarë të ndryshëm të cilët i afrohen qendrës së qytetit ose ndoshta ndonjë bari ose restoranti. Janë shaba, mirë mbrëma, mirë erdhë dhe gëzuar. Të përshëndes ty edhe të gjithë ata që po na ndjekin live. Pra sahati simbolizoi në këmbanën e tij që ora vajti 6.
nëse të merren mend, okej, por unë thjesht po tregoj momente festive, edhe doja t'ju tregoja pamjen në lëvizje, kaq. Mos e më thej që jem 14 vjeç, ndoshta përshtatet muzika. On his farm he had some chicks, E-I-E-I-O. With a chick here and a chick there, chick there, chick everywhere, chick, old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. The cow. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. Ti nuk pyete, ti the dil. Nëse. Baroj dhe gjira jote, po. Sa qesoj sot naqën. Barua. Qa po filmon? Kjo është porta Kalas, shtetit. Brenda saj gjendet lagja Kala. Janë shtëpi të vjetra elbasanëse. Kjo taverna e vogël këtu ka gatime tradicionale elbasane, sepse dikush më shkruajti pak më parë që ku ka gatime të mira. Gjithsesi për gatime tradicionale elbasane quhet kjo taverna e vogël këtu. Andrea nuk di shumë, por di ai sa kam arritur të fiksoj. Elbasani shumë për histori, kështu që ka shumë gjëra për të thënë, për të shfaqur, për të thënë, për të folur. Por gjithsesi unë mundohem të bëj aq sa mundem. Çezmat janë 2 çezma. Kemi 2 çezma aty, një këtu edhe një tjetër këtu më tanë, por uji mungon. Është një çezmë tjetër e cila gjendet tek pjesa e rapit, rapi Bezistanit. Është një çezmë aty. Jam kurioz të di nëse ajo ka ujë apo jo, por duke parë që këto 2 çezma këtu nuk paskan ujë, mendoj që edhe ajo çezmë aty nuk do ketë ujë. Gjithsesi unë po shkoj ta verifikoj për kuriozitet.
Ajo çesëm ka ujë, sepse po shoh njerëzit. Faleminderit, Andrea, respekte. Kemi çezën kran rapid. Do të do më falni pak shumë për të buj. Kemi edhe bazilikën që është gjendur këtu, por punimet kanë ngelur prej vitesh këtu, siç e shohim. Fliteri që këtu do bëjë diçka me xham, nuk e di. Vizitorët mund ta vizitoni nga poshtë, por mund të dukej edhe nga sipër, kështu pa ta dëgjuar të paktën. Ndoshta jam gabim. Tu kemi Rapi Bezistanit, i cili fatkeqësisht rrezikohet nga gërmimet që janë bërë këtu, edhe rrënjët, disa rrënjë edhe janë prerë ose janë dëmtuar këtu. Më vjen keq për këtë sepse ky rrap është shumë, domethënë, për qytetin. Njihet shumë i vjetër, është shumë rrap i vjetër, nuk i di vitet si që shtek, por Rapi Bezistanit quhet. Rreth 80 persona që ndrojnë online fix, mendoj që këto janë shumë kurioz për qytetin ose janë nga Elbasani. Këtu u vendos kjo, si mund ta them, ky monitor elektronik, i cili do ishte në formën e kujtës për turistët që vizitojnë Elbasanit, cilët do gjeni këtu udhëzime të ndryshme për pikat turistike që ka Elbasani, por siç e shohim, kjo është fikur. Paktën kishte tabel, nuk e di, sepse këtu ka qenë një tabel, por shikoj që kjo është e fikur. Këtu ka qenë një tabel e madhe, është të mata një tabel tjetër, orientuese. Faleminderit Valentino, përshëndes. Pra siç po thoya pak më parë, kjo është bazilika e gjetur në Elbasan. Mendohet që poshtë ka shumë gjëra antike, figurat ndryshme ose vizatimet ndryshme të vendura. Për momentin janë mbuluar me një pjesë qavore, si mund ta them. Por mendohet që aty do fillojnë punimet së shpejti. Mendoj që Rapi këtu është shumë i rrezikuar, sepse poshtë është gryer nga punimet që janë bërë. Kabull këtu thjesht diçka e panevojshme, shikoni vetë. Absolutisht nuk duhet lejuar vendosja e këtij kabulli këtu. Mendoj që është shumë gabim.
Elbasan me sa diun është vendosur nga turqit. Nuk do mundem që ta shpjegoj dot sepse mendoj se mund gaboj diku, kështu që e ke në Google aty, sikur është mund kërkosh aty për emrin. Kemi edhe disa nga pikat kryesore të qytetit. Por edhe kjo tabelë është e tentuar. Nuk mendoj se është amortizuar, por është e dëmtuar sepse duket që është shkitur. Fatkeqësisht. Adriatik, çdo qytet ka veçorinë e tij. Nuk mund të mos përmendim edhe Beratin. Ke Beratin tek videot e mia live stream. Shumë të bukur, shumë të pastër, por në Berat çuditërisht i kam parë si kam parë 10 ose 20 persona. Ndërsa këtu ka shumë persona, ka shumë qytetarë, më falni, cilët kanë dalë shesh. Sonte është nata fundit e vitit që po lëm pas. Shpresoj që 2021 largoj një herë mirë këtë të keq që i ka ardhur tokës. Edhe jam shumë i bindur që në mars ose prill nuk do të flitet më për virusin. Sepse edhe vaksina do bëj sajen, por edhe temperatura do ta favorizoj shtukjen e tij. Kjo është qendra e Elbasanit, ku janë vendosur lojra për personat që dëshirojnë të argëtohen. Kemi edhe temën e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri. Kalojë bukur. Natën e mirë. Respekt për forcat e rendit. Sot në kanalin tim YouTube kam bërë një pyetësor se cilin qytet do dëshironi ta shikoni në videot e radhës që unë do të bëj live stream në kanalin tim në YouTube. Dhe me shumicë votash Elbasani ishte më i votuari. Unë e pata programuar gjithsesi që do ta bëja sonte live streaming këtu sepse edhe koha nuk më premton që të shkoj në një qytet më të largët edhe të rikthehem sërish në shtëpi, kështu që prej orarit vendosur, kështu që unë e pata programuar Elbasanin, por në vitet në vazhdim do të bëj edhe qytetet e tjera pa diskutim. Cilin qytet do dëshironi ta shikoni së shpejti?
kemi edhe automjete që nuk I lejojnë këndësorët kalojnë. Tropojen e kam filmuar, e ke në kanalin tim YouTube. Mund të shkruash Tropoj edhe emrin tim aty. Arian Durrësin, po. Në planet e mia të shpejta kam menduar që të vizitoj Durrësin edhe Shkodrën. Gjithsesi ju mund të komentoni për qytetin që doni të shikoni. Nuk di do arri dot, por do doja të bëj një pamje nga të lartë për të parë në bukur pjesën e bulevardit I cili shtrihet në krahun tim të djathtë. Nuk e di nëse do arri dot hipjet e sipër. Të shohim. Zor. Led. Tashmë ndodhem Real Scampis, I cili ndodhet brenda moreve të Kalas. Që nga qëtësi total. Ndërkohë, porta është mbyllur, kështu që më keq, po pamjet nga sipër nuk e bëj dot.
Antipatreja makinat nuk I respektojnë shumë punësorët, si shihet. Problem këtë pjesë. Arian, përshëndes. Kam bërë shumë video për qytetin, sepse jam dhe ku afër, kështu që kam mundësinë për bërë sa më shumë video. Kështu që në kanal ka shumë video për Elbasanin. Tash më po e afrohem postës qendrore. Cristiano, mi serve. Faleminderit Cristiano, përshëndes. Pra si ku do, ka shëtrivan, s'ka ujë, shëtrivan nuk funksionojnë. Suar, Cristiano, faleminderit. Kemi postën, aty kemi institucioni I prefekturës. Pak në tutje është institucioni I bashkisë I cili po I nënshtrohet një rekonstruksioni total. Do të bëhet bashki e re. Po Arian, faleminderit. Gëzuar mimin. Do të qëndroj edhe 3 minuta online dhe ky live stream do të mbyllet këtu në qytetin e Elbasanit. Shpresoj video të qenë sa më e pastër, sa më e dobishme. Shije dhe pjesë Faleminderit, Antipatreja. Përshëndes.
Për atë nderuar miq, që qëndruat me mua në këtë live stream, ju përshëndes të gjithëve nga qyteti i Elbasanit. Këtu unë duhet ta mbyll këtë live stream. Ju përshëndes të gjithëve, ju uroj gëzuar festat, kalofshi bukur, edhe qoftë një vit i mbar, viti që po vjen, viti 2021, ndryshe nga viti që lam pas, i cili ishte shumë problematik si për shëndetin e disa njerëzve, por edhe për ekonomitë tona. Ju falenderit gjithëve dhe kalofshi gëzuar në familjet tuaja, qoftë një vit i mbar. Ju falenderit shumë. Kushdo që ka qëndruar ka gjatë me mua, ne qëndrojmë gati 2 orë online. Ju falenderoj pa mas. Ndërkohë, kush nuk ka bërë subscribe në kanal, mund të ndjeki kanalin tim në YouTube duke bërë subscribe, por edhe mund të klikoj në shenjën e zilës për të marrë notification sapo unë ngarkoj një video në kanal. Respekte për gjithë edhe kalofshi gëzuar kudo ku ndodheni. Faleminderit. Një natë të bukur.